Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e madhruar e falenderojmë. Paqja, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata besimtarë që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Do t'i themi dy fjalë, inshallah Zotit, në lidhje me serinë atyre përkujtimeve të cilat jemi ndalur këtu e disa mësime, dhe kanë të bëjnë me ata njerëz të cilët Allahu i Lartësuar na ka lajmëruar se i do. Dhe ne lutim Zotin e gjithësisë që na përfshijë Allahu në dashurinë e tij, dhe të jemi që të gjithë ata njerëz fatlumë të privilegjuar që Allahu i Lartësuar i do. Dhe janë disa që i ka përmendur, pra në përgjithësi e dim shumë mirë që Allahu i Lartësuar do çdo vepër mirë, çdo besimtar, çdo njeri të përkushtuar tek e mirat e hajrit. Mirë, por në veçanti janë disa kategori ose disa cilësi. Dhe ne do të shkëpusim diçka në lidhje me një prej këtyre kategorive dhe bëhet fjalë për muhsininet. Wa ahsinu inna Allaha yuhibbu al-muhsinin. Dhe bëni mirë, a bëhuni muhsinin, sepse Allahu i Lartësuar me të vërtetë i do muhsinin. Kush është muhsin? Muhsin është ai njeri i cili ka arritur nivelin më të lartë të besimit, ose përpiqet që të ngjitet, të gradohet dhe të arrijë nivelin më të lartë të besimit, dhe nivelin më të lartë të mirësisë. I dërguari i Zotit Lartësuar solli një përkufizim ku e përfshi diçka të tillë. Tek hadithi i mrekullueshëm, hadithi i Xhibrilit, ku erdhi Xhibrili dhe pyeti pejgamberin alayhis salam rreth islamit, rreth imanit dhe rreth ihsanit. Dhe i dërguari i Zotit u përgjigj se çfarë është islami, çfarë është imani. Kur erdhi pastaj pyetja çfarë është ihsani, pejgamberi alayhis salam çfarë përkufizimi solli? An ta'budu Allaha ka'annaka tarah. Ta adhurosh Allahun si ta kesh para syve, si ta shohësh atë. Nëse ti nuk e shikon, atëherë ta di se ai të shikon. Ky është përkufizimi që dha pejgamberi alayhis salam. Dhe ky përkufizim përfshi dy nivele. I pari është obligativ, që besimtari kurdoherë në çdo moment të ndiejë mbikëqyrjen e Zotit Lartësuar. Ta adhurosh Allahun si ta kesh para syve, sikur e shikon atë. Ky është më e larta, niveli më i lartë i besimit, niveli më i lartë i vetdijes. Dakor? Dhe niveli më i lartë ku besimtari shijon në çdo moment dhe shijon besimin, imanin e tij. Nëse nuk e arrit dot diçka të tillë, dhe shumë e vështirë për të arritur diçka të tillë, atëherë mos zbrit nga niveli i mbikëqyrjes. Nëse nuk e bën dot, atëherë ta dish se Allahu i Lartësuar të shikon. Mirë, për të plotësuar këtë gjë, ne inshallah Zoti do të marrim shkurtimisht sot thjesht disa hapa si të arrijmë në nivelin e lartë të ihsanit. Dhe të qenurit muhsin nuk është luks. Dakor, nuk është se nuk e fiton dot xhenetin nëse nuk je në këtë nivel besimi. Ama nga ana tjetër as nuk është luks, është synim, është projekt që e ka besimtari. Të arrijë nivelin më të lartë të besimit të tij. Është treguesi i ambicjes, është treguesi i zgjuarsisë. Dakor? Dhe është treguese besimtari me të vërtetë është i vëmendshëm në momentin që lexon Kur'anin dhe në momentin që i jetëson udhëzimet e Kur'anit famullar të pejgamberit alayhis salam. A nuk i thot pejgamberi alayhis salam, a nuk na drejtohet që të gjithëve ne kur thot, dhe kur ti kërkoni Allahut të Lartësuar, kërkoni xhenetin Firdeus. Çfarë do të thotë kërkoj xhenetin Firdeus? Pra bëu muhsin. Xheneti Firdeus për kë është? Është për ata njerëz që kanë arritur nivelin më të lartë të besimit, gradën e tretë të imanit. Dakor? Pra nuk është detyrë në kuptimin që nëse nuk e ke arritur gradën e ihsanit, nuk e fiton në xhenetin, jo, por nga ana tjetër as nuk është luks që nëse e ke mirë, elhamdulillah, nëse nuk e ke, jo. Por është projekt dhe synim i çdo besimtari për ta patur këtë nivel besimi, këtë nivel imani, këtë raport me Zotin e gjithësisë, për ta jetësuar në të gjitha porët e jetës dhe të përditshmërisë së tij. Si arrin diçka të tillë? Duke ndjekur disa hapa, ose cilët janë treguesit, nëse robi i ka këto hapa që ne do t'i përmendim
tani inshallah Zot. E para, pra rruga drejt ihsanit. Dhe njëkohësisht shtyllat e ihsanit. Pra këto dy gjëra do të kuptojmë nëpërmjet këtyre pikave. Rruga, cilat janë hapat që ne na çojnë, na lartësojnë për të arritur gradën e ihsanit, hapat dhe njëkohësisht shtyllat e këtij adhurimi ose të këtij virtyti të lartë apo të kësaj cilësie. E para dhe më kryesorja është vetdia. Robi lexon për Allahun, dëgjon për Allahun lartësuar, njeh Zotin e gjithësisë, emrat, atributet e Allahut, madhështinë e Zotit, afrohet kaq shumë duke i njohur Allahun lartësuar, sa që krijon në vetveten e tij një vetdije. Jeton me Zotin në çdo moment. Jeton me Allahun lartësuar në çdo moment. E ndjen mbikëqyrjen e tij. Pra ka momente të caktuara që është duke adhuruar Zotin si ta kishte përpara syve të tij. Ka momente të caktuara ku e shijon atë namazin si t'ishte përpara Zotit lartësuar, ku e shijon sadakan, ku e shijon adhurimet të caktuara. Pra, çdo thot hapi i parë cili është arritja e gjendjes së vetdijes. Muraqabe, jetuarit me Allahun e lartësuar. Të mos e ndihesh vetmi në asnjë çast, në asnjë moment, sepse në asnjë çast, në asnjë moment nuk je vetëm. Pra si në momentet kur robi ndonjëherë tenton për të bërë diçka të gabuar, por edhe në momentet kur ndoshta në momentet e caktuara ku përjeton vetmi. Jo, në asnjë moment mos u ndjej i vetëm, si asnjëherë vetëm. Por Allahu të shikon, Allahu të dëgjon, Allahu të mbikëqyr, Allahu të motivon, Allahu të ndihmon. Dakor? Allahu të nxjerr nga situatat. Në momentin që njeriu e njeh Zotin e gjithësisë në këtë nivel dhe arrin këtë grad imani dhe këtë grad besimi, ka një shtyllë prej shtyllave të ihsanit. Kjo është ajo pastaj që e nxit atë, e motivon dhe për të tjerat. E dyta, është përsosja e veprave. Asnjëherë nuk është muhsin ai që nuk i përsos veprat e tij. Çdo të përsos imanin, përsos besimin, përsos raportin me Zotin, përsos namazin, dakor, përsos dhe përmirëson nivelin e marrëdhënieve ndërnjerëzore me njerëzit, të folurit, të komunikuarit, dakor, etikën, moralin, qëndrimet përballë vështirësive, raportin me vështirësitë, me sprovat, momentet kur është viktim, momentet kur është në mirëqenie, momentet kur është vuan, ka boshllëqe të caktuara në aspekte të caktuara. Përsos jetën e tij. Dhe çfarë është përsosmëria e jetës? Që do thotë nëse i kthesh dhe një herë një fjalë, një vepre, një qëndrimi, një momenti që ti e ke vepruar dhe unë e kam vepruar, nëse i kthesh dhe peshon në peshorën fetare, në peshorën e Islamit, ti nuk mund ta bëje më mirë. Nuk mund ta bëje më mirë. Siç transmetohet për shumë prej të parëve tanë, të cilët kanë thënë, nëse në këtë moment më vjen meleku, unë nuk kam çfarë të përmirësoj në jetën time. Nuk kam çfarë të shtoj. Kjo është një jetë e përsosur. Pra imagjino nëse dikujt prej nesh paralajmërohet, për shembull, dikush prej nesh paralajmërohet që sot është dita e fundit e jetës tënde. Dhe në filan orë do të vijë meleku, do të marrë shpirtin. Ne alarmohemi se cilën prej veprave dhe prej gjërave duhet të përmirësojmë më shpejt. Bëjmë dhe nuk është çudi që dikush çfarë thotë, s'kam gati anis. Pra ndoshta kemi dhënë edhe herë tjetër atë shembull, si një grua e cila i ka lënë punën për në fund të muajit, sepse ka qenë ndoshta punë të shtëpisë. Do i bëj një herë mirë inshallah fund të muajit. Dhe befasohet, e marrin telefon dhe i thotë ku je më motor? Në shtëpi jam. Jam i dhja se erdha për 5 minuta. Dhe çfarë do bëj ajo është këta për 5 minuta. Nga do ja filloj. Dakor? Në fund fare çfarë thotë? Çfarë të bëhet, nuk bëhet, s'kam gati jam baj. Dakor? Ka prej njerëzve të cilët janë sistematik, po jo thjesht sistematik në kryerjen e veprave, por në përsosjen e tyre, saqë atë nuk e gjen asnjëherë në gaflet. Se gjen ndonjëherë befasi atë njeri. Thot bujru për çdo gjë. Pse? Sepse është përgatitur për këtë moment, dhe jo se është përgatitur pra në mënyrë të fragmentuar në jetën e tij, por e ka stil jetese përsosmërinë, e ka kulturë përsosmërinë. Në fjalor, në vepra, në namaz, në raportin vllazëror, nëse i kthehet, nuk mund të bënte më mirë.
Prandaj, çfarë thot? Nëse sot më vjen meleku dhe thot tani është dita e fundit që ti do të jetosh, pastaj do të dorëzosh shpirtin e Allahut, unë s'kam çfarë të shtoj. La ilaha illallah. S'kam çfarë të shtoj, nuk kam çfarë të përmirësoj. Kjo është përsosmëria. Dhe nëse ka njerëz më të privilegjuar dhe më të mundshëm për të arritur këtë nivel jete dhe këtë përsosmëri jetese, jemi ne muslimanë. E dini pse? Sepse çdo gjë që na rrethon ne, të gjithë elementet që na rrethojnë ne, janë element përsosmërie. Allahu që adhurojmë është i përsosur, pa mangësi, feja që kemi është e përsosur, pa mangësi, libri që kemi është i përsosur, pa mangësi, manuali jetë për deri në ditën e fundit. Dakor, profeti që kemi është i përsosur dhe bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, jam dërguar prej Allahut që të përsos moralet e larta. Pra, modele mes nesh kemi pa fund modele të përsosura. Pra, çdo gjë që na rrethon dhe të gjithë elementet e jetës tonë janë përsosmëri. Prandaj nuk mund të ketë njeri më të avantazhuar dhe më të privilegjuar se sa pikërisht ne. Prandaj shtylla e dytë e ihsanit, e përsosmërisë, e mirësisë, niveli më i lartë i besimit, shtylla e dytë është përsosja e veprave. Pra nuk mund të jetë dikush muhsin dhe është rrëmuj në jetën e tij. Rrëmuj në namaz, rrëmuj në të gjitha çështjet. Jo, përsosur, i kopsitur në të gjitha veprat e tij. Dhe po të vëmë re, do të shohim se si urdhri i Allahut të rasuar i tillë është: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allahu urdhëron për drejtësi, për ihsan, për përsosjen e gjërave dhe për të qenë të mirë me të afërmit. Gjithashtu çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Thot inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Allahu e ka bërë obligative, e ka bërë të obliguar ihsanin në çdo vepër. Përsosjen e gjërave në çdo vepër. Çdo thot në çdo vepër, edhe kur të therr në një bagti, edhe nëse vret armiku në fushën e betejës, do ta vrasësh në mënyrë më të mirë të mundshme. Se ka, dakord, do ta vrasësh dhe jeni në betejë, o do të vrasësh ose do ta vrasësh. Mirë, po ka të vrarë, por ka dhe masakrim, po ka dhe poshtërim, ka dhe gjymtim, ka dhe forma poshtëruese. Edhe nëse je në fushën e betejës, përsëri do të sillesh në mënyrën më të mirë të mundshme, thot pejgamberi sa. Imagjinoni çfarë. Subhanallahu, çfarë orientimesh. Wa idha dhabhtum, po nëse je duke therrur, do therrësh bagëtin, fa ahsinu adh-dhibha. Përsoseni therrjen. Duke e rehatuar bagëtin, por duke mos i treguar thikën, por duke e mprehur thikën, të gjitha elementet e përsosmërisë. Pse kjo gjë? Sepse Allahu ka bërë të obliguar përsosmërinë në të gjithë jetën e besimtarit, në të gjithë jetën e muslimanit. Tjetër gjë, mirë, në zanat. Secili prej nesh ka një zanat. Secili prej nesh ka një mënyrë se si e fiton riskun. Ka një mënyrë se si operon në jetën e tij. Përsos atë. Përderisa ata ka dhe mundsinë Allahu, e ke potencialin, përsosë jetën tënde, punën tënde, zanatin tënd. Po jo, s'ka problem se nuk e vëre ai. Thotë, për shembull Osmani, tek puna e tij. Pavarësisht, unë kam një stil, unë kam një standard, nuk e prishun dorën. Ai që është furxhi, ai që gatuan, ai që shtron pllakat, ai që ka mobilierin, ai që ka një shërbim të saktuar. Dakor, thotë, s'ka problem, futja, thotë, ec para. Jo. Për ty s'ka problem, po për mua ka problem. Po cili është problemi? Sepse unë kam një standard, kam një stil. Nuk e prish dot. Nëse e prish me ti, do ta prish pastaj dhe me atë që do më kërkoj cilësinë. Prish dorën, prish normën, prish standardin, prish parimet. Si rjedhoj, nuk zbres. Prandaj çfarë thot pejgamberi sa? Allahu do veprën, por do dhe personin, që kur dikush prej jush vepron një vepër, ta përsosi atë. Ta përsosi atë. Edhe ndonjëherë tjetër e kemi sjell ndoshta ato që mua më ka befasuar, se si pejgamberi alayhissalam ishte prezent një ditë në momentin që qefinosej një prej muslimanëve. Xhenaze, qefinosej. Dhe dërguari i Allahut u qëndroi te koka atyre që i qefinosin. Dhe i thoshte drejtoje këtu, i thoshte, çarçafin, qefinin. Drejtoje këtu, i thoshte tjetrit.
panose mirë. Pra ishte interesuar që qefinosja të ishte edhe në aspektin viziv, edhe në aspekt ishte e përsosur. Ta i lind pyetja, po që vlerë ka dhe çfarë do t'i shërbej xhenazës të vdekurit, se nëse një cep është pak më, ku di unë, jo i kuadruar apo jo, çfarë? Jo, është dora, është përsosja, është shërbimi që duhet të ketë besimtari. Prandaj, përsosja e veprave në jetën tonë, në shërbimet tona, në përditshmëri, në gjithçka, në ecje morlla, hajtë për eja të edukohemi, ta bëjmë kulturë, të ecim në mënyrë kulturuar. Në të folur, eja ta bëjmë kulturë, ta bëjmë standard, të flasim në mënyrë të kulturuar, ta bëjmë normë. Tjetër gjë, në mënyrë se si të shtim, në mënyrë se si marrim abdest, në mënyrë se si flasim, në mënyrë se si japim selamin, në mënyrë se si respektojmë etikën e xhamisë, në mënyrë se si kryejmë adhurimet, në mënyrë se si bëjmë shërbimet, në mënyrë se si shpenzojmë minutat, orët në jetën tonë, sepse në këtë dunja një jetë kemi. Pastaj në tjetrën do të vjellim çfarë kemi, ne do të korrim çfarë kemi mbjellë në këtë dunja. Tjetër gjë, pra mesazhi i cili ishte i kësaj dytës, të bësh çdo gjë në mënyrën më të mirë të mundshme. Qoftë në adhurime, apo qoftë në shërbime, apo qoftë në marrëdhëniet me njerëzit. Dhe këtu nuk shërben dhe nuk të hyjë në punë, dhe nuk na shërben ne, kështu jam unë. Jo, ne kështu jemi, por na ka dhënë Allahu potencial për të përmirësuar akoma më shumë. E treta, shumë e rëndësishme, është dhënia në rrugë të Allahut të lartësuar, është tregues se robi është muhsin. Nëse është dorëlshuar, nëse është kontribues, nëse është bujar, nuk mund të arrijë gradën e ihsanit dikush i cili është koprac, dikush i cili është dorështrënguar. Pse se Allahu i lartësuar thotë, madje dëgjoni se çfarë thotë, "Len tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." S'keni për të arritur mirësinë, gradën e lartë të mirësisë, derisa të shpenzoni dhe të jepni. Kujdes, çfarë thotë? Kush ma plotson ajetin? Prej asaj, derisa të jepni prej asaj që doni më shumë. Pra, dakord, e mirë është dhe shpërbim ka besimtari dhe i kërkoj që të japi prej asaj që posedon. Mirë, po në momentet të caktuara duhet të tregoj nivel të lartë bujarie, të japi prej asaj gjë që do më shumë. Prandaj, dikush ka thënë për njerëzve të mençur, ka thënë ne duhet ta testojmë veten tonë në këtë gjë, qoftë dhe rradh. Nuk na kërkohet elhamdulillah Zot, nuk na kërkohet për ditë. Për shembull, nëse ke bagëti dhe do japësh zakatin, nuk na kërkohet që të japësh prej bagëtive më të mira, ku aty është fokusi, aty është përqendruar zemra e kujt? E bariut, e pronarit. Jo, mos më, çfarë i tha pejgamberi sa muadit, mos u merr pjesën më të mirë të pasurisë kur vit çështja e zakatit. Por as fundërinat, mesataren. Mirë, po në momentet të caktuara, ne duhet japim nga më e mira. Dhe duhet të dhurosh më të mirin, për shembull të ku diun të gjës që ti ke. Pse kjo gjë? Për të arritur këtë nivel. Për të bërë pjesë e këtij ajeti. Dhe hajde të mësojmë bashkarisht dhe një qasje të mrekullueshme se si duhet të qasemi ajeteve të Kur'anit famëlar. Të bëhemi pjesë e ajeteve e haditheve qoftë një herë. Edhe nëse nuk mundemi ta bëjmë standard në përditshmëri, nuk mundem gjithmonë unë të jap nga më e mira, nga më e mira. Po qoftë një herë po. Kështu duhet të qasemi ajeteve kuranore. Ta bëj pjesë të jetës time, orientimin në mesazhin e Allahut të lartësuar qoftë një herë. Dakor, nëse nuk është për atyre orientimeve dhe urdhëresave që duhet në mënyrë të vazhdueshme. Prandaj, çfarë thotë Allahu i lartësuar, nuk keni për të arritur gradën e lartë të mirësisë derisa të jepni për asaj gjë që më së shumti doni. Më së shumti e keni lidhur zemrën me të. Prandaj, dhënia në rrugt të Allahut të lartësuar është për shtyllave të ihsanit. E katërta, sjellja e mirë me njerëzit dhe marrëdhëniet e larta dhe fisnike me njerëzit. Harroje s'ka për të arritur dikush plotësimin e mirësisë, të ihsanit, të gradës më të lartë, të imanit, të besimit, nëse nuk ka raporte korrekte të mira me njerëzit. Nëse nuk është prej atyre që i do dhe duhet prej tyre. Afrohet me ta dhe ata ai afrojnë. Dakor? Pse kjo gjë? Sepse argumentet që flasim në lidhje me këtë gjë janë të panumërta
Dhe mirë po, sellim diçka që është me të vërtet shumë interesante. Nuk kemi për të arritur këtë nivel të lartë besimi nëse nuk jemi testuar në raport flasim me njerëzit në të gjitha gjendjet. Sepse ndodh që dikush është testuar për shumë me bujarinë e tij, është testuar në mirësinë e tij, në fisnikërinë e tij, në butësinë, në njërin tjetrën, në momentin për shembull kur është në mirëqenie, po nuk është testuar kur është në vështirësi. Ose dikush është testuar kur është në vështirësi, e gjën atë, mashallah, ama nuk është testuar kur është në bollëk, kur është në pushtet, kur është në mirëqenie. Prandaj, e ka përsosur raportin me njerëzit, duke ruajtur bujarin, fisnikërin, modestin, thjeshtësin, afrimitetin, vllazërin, ai i cili është testuar në të gjitha stacionet. Prej tyre kush më thotë kush është model në këtë gjë? Përveç pejgamberit alayhis salam. Po kemi një që na ka sjellë Allahu model. Ebu Bekri, tjetër është Jusufi alayhis salam. Dy herë në surën Jusuf i than Jusufit alayhis salam inna narake minal muhsinin. Ne e ti e kemi konstatuar, e kemi vërtetuar që ti je prej muhsininve, prej të mirëve. Herë e parë kur ja than? Në burg. Herën e dytë karrige. Herën e parë në burg. Po në burg, në sprov, sepse ishte shembull në shërbimin që u bënte të burgosurve. I qetësonte me dijen që kishte, me fen që kishte, i ngushëllonte, i qetësonte, dakord, u hiqte mërzitjen atyre, u shërbente, derisa i befasoi, ç'njeri është ky më vëlla? Nga njëra anë është dhe viktim, po edhe nuk u mbyll aty në një cep të qelizë dhe qante dhe thoshte nga më erdhi mua kjo, por çfarë bëri? U aktivizua në shërbimin e të burgosurve derisa ngriti një model, një standard. Çfarë i than pastaj? Inna narake minal muhsinin. Ti je çuditshëm, ti je i parritshëm. Ti je, ne të shohim ti je prej muhsininve. Herën e dytë kur shkuan vëllezërit dhe i gjetën në karrige, në pushtet, po çfarë pushteti? Kishte në dorë ekonominë jo të një qyteti, po të gjithë zonës aty. Dakord? Dhe çfarë i than? Tregoi mirë me ne, inna narake minal muhsinin. Ne po të shohim, e kemi vërtetuar dhe konstatojmë që ti je nivel i lartë mirësie, bujarie, fisnikërie. Prandaj të nderuar, nëse e kemi treguar veten tonë dhe nëse e tregojmë veten tonë në të gjitha rrethanat, në të gjitha stacionet e dunjas, në fukarallëk dhe në bollëk, në sprov dhe në mirëqenie, në jetë duke qenë normal, por njëkohësisht duke qenë edhe në pushtet, duke qenë edhe në fuqi, duke patur dhe akses për të bërë gjëra, atëherë me të vërtetë e kemi arritur inshallah Zotit të, e kemi arritur këtë grad. Pra sjellja e mirë dhe marrëdhëniet e larta me njerëzit, por kur në të gjitha, me të gjitha format, në të gjitha rrethanat, atëherë është prej shtyllave që arrihet kush ihsani, mirësia. Dhe fundit, këtë gjë arrim duke bërë shumë betejë me veten tonë. Pra, prej shtyllave të ihsanit është që robi gjithmonë të jetë në betejë me veten e tij. Ta marrë dhe ta vendosi veten e tij në bankën e të akuzuarit. Gjithmonë e akuzon, e merr në llogari, e qorton atë. Dakord? Patjetër, edhe përgëzon, edhe motivon. Por nëse robi përpiqet, me ndihmën e Allahut të lartësuar do bëhet muhsin. Nëse përpiqet, i ndjek që të gjitha ato shkallë e rrit dita ditës vetdijen, e ndjen dita ditës madhështinë e Allahut të lartësuar, i përsos veprat e tij duke filluar që nga adhurimet, përsos raportin dhe mirësinë, bamirësinë, fisnikërinë me njerëzit, e përsos atë, dakord, përpiqet që të jetë bamirës në të gjitha kuptimet dhe në të gjitha rrethanat dhe pastaj përpiqet ta bëjë këtë gjë. Pra, nuk dorëzohet absolutisht asnjëherë, s'ka dyshim se Allahu i lartësuar do t'i japi gradën e ihsanit. Do t'i japi gradën e ihsanit të qenurit muhsin, dhe cili është premtimi i Allahut të lartësuar, përveç urdhrit bëhu i tillë, është dhe përgëzimi se Allahu i do ata të cilët janë muhsinun apo muhsinin. Që lutim Allahun e lartësuar, na përfshijë Allahu në dashurinë e tij dhe të bëhemi prej njerëzve që Allahu i lartësuar ka përzgjedhur dhe i do dhe na bëft Allahu prej muhsininve. Mjaftojmë me kaq, edhe pse lidhem me këtë temë ka jashtëzakonisht shumë për të thënë, por mjaftojmë me kaq. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.